Përshëndetje gjithve, përshëndetje gratë të mrekullueshme të qarkut të Fierit. Është nder, përgjegjësi dhe krenari e madhe për ne gratë e Roskovecit të prisnim këtu në këtë shesh të mrekullueshëm, kaq të bukur dhe madhështor që Majlinda Bufi ka ndërtuar, të prisnim gjithë gratë e qarkut të Fierit. Ju, gratë e mrekullueshme të qarkut të Fierit, treguat sot se ju nuk jeni vetëm shtylla dhe forca e familjeve tuaja, po ju jeni shtylla dhe forca e Partisë Socialiste. Unë besova te Partia Socialiste, besova te kryeministri Edi Rama, besova te platforma që ai krijoi dhe ja ku jam sot këtu si kandidatja më e re femër dhe e gjithë listës si kandidatja në qarkun e Fierit. Prandaj edhe ju besoni tek Partia Socialiste, besoni tek Edi Rama, besoni tek ne, sepse jemi e vetmja forcë politike që mund ta çojmë Shqipërinë drejt Bashkimit Evropian dhe mund t'i japim fëmijëve tuaj pasaportën evropiane. Me këtë pamje të mrekullueshme, një shoku im tani s'dihet ç'a do jetë duke bërë. Kam shumë merak për atë, prandaj më falni 1 minutë që unë t'i bëj një video mesazh atij. Më raft pika gjuna, do jetë duke na pa nga televizori edhe s'dihet mund t'i bjerë fikët. Tani, gazo, ome ku je? Po më shef nga televizori, ha? Po i shef këto shoqet e mia këtu, shive sa jam mbledhur, shive gazo. Këto ta qajnë hallin ty gazo. Po si më turpërove sot mo, ashtu, ha? Se që je një tip spioni e di tër dynjaja. Po qa e kishet atë të Edit me Belindën? Apo se dije që kryeministre kishte eventin me fëmijët për 16 maj? Se në 11 maj mbaron filmi juaj gazo, po ne do të vazhdojmë punën, do presim tër Europën në Tiranë. Apo je pak xheloz për Edin, më raf të pika. S'ke faj, jo, ik tani dhe mos na shikon nga televizori gazo, se do të bjerë të fikët nga vetmia që t'ka kap. Po vete ke fajnë mo gazo, vetë, se je i përdredhur shumë, je balerin që vetëm tundesh mo gazo. Po si të rasin tek PD-ja, ha? Gazi se gjines, ha? Po mirë ta thonë, realitetin të thonë mo gazo, se vetëm mund ta qaj ty halli, se së do as kush, hiq mo, hiq gazo, hiq fare, as kush të hap ty derën. Ika tani gazo, se kam këtë takimin e mrekullueshëm me këto gratë e qarkut të Fierit. Pafshim gazo, në 11 maj këto gratë do të votojnë numri 5, do të votojnë Partinë Socialiste, do të votojnë për vete, do të votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Pafshim gazo, pafshim. Shumë faleminderit të gjithave.